Atëherë sot shënojmë dhe njëkohësisht nderojmë viktimat e masakrës së Rechakut, një ndër ngjarjet më tragjike të kontinentit të Evropës, të historisë moderne të Evropës. Në mëngjesin e hershëm të 15 janarit, 45 civil, burra, gra, të rinj e të reja, fëmijë të moshuar u masakruan nga forcat paramilitare serbe, duke dhënë kështu një tërndritje jo vetëm në Kosovë, po edhe një tërndritje ndërkombëtare, e cila u dokumentua si krim njerëzor nga institucionet ndërkombëtare dhe atë ku ambasadori Walker. Në këtë ditë kujtojmë dhe shënojmë jo vetëm këto viktima, por dhe sakrificën e popullit të Kosovës për liri, pavarësi dhe për çlirim, për të drejtën për të jetuar të lirë me dinjitet në Republikën tonë, shtetin tonë. Lavdi gjithë të rënëve për këtë liri, lavdi viktimave të Rechakut. Rechaku s'harrohet, drejtësia për Rechakun gjithmonë do të kërkohet. Ju faleminderit dhe lavdi. Sahit.